duket që Irani po lot shah ku me të vërtetë e lot një gur, pra lot ndoshta një ushtar apo kalin tat aty përsëri kujton se e bën shahmatat që ke përballë, por realisht jo, sepse dihet domethënë edhe në shah kur fillon loja e parë masanej pas çdo lëvizje të çdo guri masanej shtohet edhe mundësia për të arritur domethënë për të shkuar drejt asaj që ne themi shahmat, edhe nga ana e gjeografike, po nga ana rajonale, por edhe nga ana institucionale, Irani, ne i quajmë që është një shtet diktatorial islamik e të tjera, por tradita institucionale e të qenies të shtet dihet që Irani është shteti më i vjetër që ende ekziston në forma të ndryshme, pavarësisht se ka pas revolucionet e veta, ka pas të tjera, por është shteti më i vjetër që jeton në botën e sotme, pra bëhet fjalë për një shtet vjeçar i cili duket që nuk është krejt ashtu sikur e kujtoshim ne apo sikur ishte ai Irani i luftës 2 javore vitin e kaluar që doli një luan prej kartoni, jo, por prej letra, pra domethënë një luan i ngordhur krejt, kurse tani duket që është një luan i plagosur, nëse e shohim natyrën e regjimeve apo edhe shteteve të tjera ja arrisin të bëjnë të lozin shah aq bukur sa që me të vërtetë është pamundur nga kundërshtarët e tij apo nga pushtuesit e tij apo nga sulmuesit e tij apo edhe nga agresorët e tij që ta ulin në të durën, sepse për shembull Irani me ngushtisjen e Hormuzit kapi domethënë në dorën e vet një bombë shumë më të rëndësishme se sa bomba nukleare, pra shumë më të rëndësishme se bomba atomike, por normalisht që dashmë dihet që sipas të dhënave zyrtare të Amerikës, sepse nga Irani nuk e dim se sa janë të dhënat, sepse nuk prononcohen, por duhet fjalë për 13-14.000 objekte shumë të rëndësishme të një shteti, pra sa do i mas që të jesh, pra do të thotë që je barash me tokën deri diku, por me sa duket geografia Iranit i jep një forcë krejt ndryshe Iranit, por në të gjitha aspektet këtë duket që do të kemi, pra domethënë një paqe, por a do të vazhdojnë e gjitha problemi është Irani, a do të vazhdojnë si shtet aty apo jo, dhe Amerika a do të arrisi të ta bllokojë një herë për gjithmonë, paktën për dekada me radhë, atë rrugën e mëndafsh që ka bërë Kina pra prej më shumë se gati 2 dekadash, ku bëhet fjalë për triliona dollar investim të cilat të gjitha tashmë kanë kaluar në influencën e Amerikës. Pra dhe këtë nëse i shohim kështu normalisht që do të kemi një paqe, por kush do të jetë më fitimtar, sepse fitimtar nuk ka në asnjë lloj lufte, nuk ka fitimtar, por nga ana gjeostrategjike me sa duket Amerika do të bëjë një marrëveshje me Iranin ku do t'i lëj Iranit atë që kërkon Irani, sepse dihet kur çdo lloj lufte që bëhet, nëse në fushë është tjetër dhe në strategji është tjetër, vazhdimisht e prioritet e ka ai fushës. Pra dhe këtë të paktën deri më tani duket që Irani ka një e priori, pra është më i lartë në fushën, sepse të gjitha aleatet e Amerikës atje ka arritur t'i godasi, domethënë në një mënyrë të papritshme, e cila nuk u priste nga ashtu, pra shtetet e gjetë përsi Gadishullin Arabik, dhe kjo thuhet që ende nuk ka futur të gjithë prokset e vet Irani, pra bëhet fjalë edhe për ngushticën tjetër atje ku janë Husit, ku do të arrisin të kontrollojnë zonën atje. Kemi një strategji e cila për Amerikën është shumë më e lehtë normalisht, sepse është 10-12 kilometra larg, kurse për Iranin që them ne digjet shtëpia jote aty. Gjithsesi këtë javë besoj që do të kemi besoj që do të kemi një lloj marrëveshje, por nëse nuk do të kemi marrëveshje, pastaj me të vërtetë do të shkojmë tek ato fjalët e Trumpit që ju kujtohen, që thotë do ta kthejmë Iranin në kohën e gurit. Pra, edhe pse kjo me thënë një fjalë, një lider të tillë, një fjali të tillë është krime kundër njerëzimit, janë krime lufte. Gjithsesi tashmë nuk kemi institucione që mund të kontrollojnë pra gjërat e tilla, pra i Kombet e Bashkuara dihet domethënë që tashmë kryeministri Izraelit kërkohet për krime kundër njerëzimit, për krime lufte, domethënë me barbarizma që janë bërë në historinë e njerëzimit, por nuk ka asnjë institucion që të thotë ndal, stop tani këtu. Pra edhe Amerika mund të bëjë çdo gjë dhe nuk ka kush të thotë stop, sepse nëse nuk ka rival që të thonë stop, ai e bën çfarë të dojë, dhe deri më tani ka bërë çfarë të dojë, sepse duket domethënë reagimet e Kinës dhe të Rusisë që mendohet që janë domethënë rival gjojat e Amerikës, por me sa duket janë rival në letra dhe jo në fushë, pra jo në strategjinë që
çfarë bën Amerika me ju kundër përgjigjur ato, kështu që Rusia ka 4 vite e saj që është në luftë dhe po humb të gjithë energjinë e saj atje, e cila nuk po i del e drejta, nuk po pyet kush më për askund, edhe zonat e influencës së saj qoftë nga Amerika Latine, por edhe në lindjet e mesme, por edhe në Europë dhe në pjesët e tjera ish Bashkimit Sovjetik, influenca amerikane po vjen ditë a ditë duke u shtuar. Sokol, në këtë lojë shahu, siç thatë ju me të drejtë, ku Donald Trump herë deklaron një gjë dhe herë një tjetër, nga dita në ditë, herën e fundit është treguar optimist sa i përket procesit të negociatave, ndërkohë Irani është shfaqur skeptik në këtë rast, duke thënë që Amerika mund na fusë në kurth. Duke mbetur tek këto deklarata dhe këto qëndrime, si Amerika mund ta vendos ose ta fusë në kurth Iranin, dhe nga ana tjetër si Irani mund ta fusë në kurth Amerikën sa i përket procesit të negociatave dhe të bisedimeve, por edhe asaj çfarë ndodh në terren konkretisht. Po nga, domethënë këtë mund ta shohim në disa lloj mënyrash, por e pika e parë ishte i cili Irani bombardimet e parë, nëse ju kujtohet, i bëri domethënë pra me 28 me 1-2-3 mars, i bëri kundra aleateve më kryesor të Iranit, të cilat janë aleatë edhe në fushë, pra edhe në gjeografi, por edhe në si themi domethënë ato që me vërtet ndihmojnë Amerikën miliardë, domethënë paguajnë Amerikës miliarda apo triliona dollar, siç ishte për shembull vitin e kaluar Trumpi vizitën e parë që e bëri në ato vende, mori 3.4 trilion triliard që dollar nga ato, dhe ato i qelloi atë, por prapë nuk ishin, sepse kishte mendimin Irani, me sa kuptojmë ne normalisht, të mendimin që të bëjnë presion Amerikës dhe të ndalonte lufta shumë shpejt, por nuk ndaloi. Amerika pra nuk ndaloi, edhe pse aleatet e tij, edhe pse miliarda euro, dollar, investime dhe satelitet kryesor që kontrollojnë gjithë rajonin ishte në atë vend atje, Irani arriti të eliminojë ata ose të dëmtojë shumë, por përsëri nuk ndaloi luftën Amerika dhe pra presioni i vendeve arabe të Kadishullit Arabik dhe të Lirit përsëri nuk ishin fare influencuese tek Amerika. Pastaj Irani përdori atë bombën e vet, i cili e mbylli ngushticën e Hormuz, i cili kjo pra ndikoi tek forcat e tjera kryesore aleate të Amerikës, janë në umbrellën e NATO-s, pra të Bashkimit Evropian, ku dihet domethënë tashmë që e gjithë Europa po e ndjek këtë, sepse një anë të parë ka ambargo kundra Rusisë, dhe nga Rusia pra nuk merr asnjë gjë, të paktën ato 4 vitet e fundit, dhe tashmë që edhe u mbyll edhe në ngushtica e Hormuzit, kështu që faturën po paguhet dhe Europa po mundohet të bëj, por Europa nuk e ka atë forcën që ta mposhtë domethënë Amerikën, të thotë boll tashmë stop këtu, biles ende kemi në Bashkimin Evropian, jo ata shtetet kryesore të Bashkimit Evropian tashmë janë kundra strategjisë të Izraelit për krime kundra njerëzimit, për lufta dhe për shkatërim për ta futur gjithë zonën ashtu, kurse ka ende domethënë përkrahës në Bashkimin Evropian, i cili edhe përkrahasin më kryesore që ishte Urban Tashmehiku javën e kaluar, pra nuk është më që do të përkrahi Amerikën dhe politikat izraelite në rajon, por gjithsesi sa forcën e kanë për të ndaluar Amerikën këtu nuk e kanë, kurse kjo teza që bëri Irani, pra kjo bomba që bëri Irani me Hormuzin, edhe Amerika e kundërpërgjigj në mënyrë tamam si në shah, pra edhe ai vuni një blokazh me qindra apo me të 400-500 kilometra më larg, 400-500 mil më larg, i vuri blokazhe të cilat të gjitha nëse ti do të lesh të kalojmë, pra atë nuk i lanë të kalojmë. Pra kemi një shah aty e cila do të na duhet kohë, por me sa duket të dy anët, pra të dy anët nuk dojnë që të vazhdojnë kjo luftë, qoftë Irani po qoftë edhe Washingtoni, por duhet të thonë që Irani është për vetë mbrojtje, pra për vetë mbrojtjen e qenies së tij si shtet, kurse Amerika është për të qenë hegemonia e vetme në botë, e cila hap pas hapi po arrin, edhe pse ka fatura, dhe kjo është normale, ndoshta sepse çdo luftë, në kështu na ka mësuar gjithë historia e njerëzimit, që çdo luftë paguhen qoftë nga ana e burimeve njerëzore, por qoftë nga ana ekonomike, e cila për Amerikën nuk besoj që mund të jetë shumë e rëndësishme se sa ka humbur domethënë aty, por qëllimet mallore të Amerikës, nëse do u prisnin që të bëheshin para 3-4 për 3-4 ditë apo për 3-4 javë, kaluan 8 javë dhe nuk u bën, nuk është shumë problem për Amerikën. Kurse një gjë tjetër që debatohet qoftë në Iran tek në fakt tek pyetja e parë juaj, gjë debatohet edhe në Amerikë. Për shembull, kemi
probleme brenda llojit apo brenda pozitës apo brenda opozit në Iran. Kemi probleme të tilla, të njëjtën gjë kemi në Amerikë, por duhet të thënë kjo që Amerika është shumë më e madhe se sa Trumpi. Trumpi është një lider i cili është shumë i rëndësishëm për të arritur, domethënë metoda e tij, sepse siç e thatë edhe pak më parë, që tani e thot kështu mas 10 minutave thot ashtu, mas një ore të thot ndryshe, pitparten edhe kur bën një prononcim për media për 15 minuta thot 3, 4, 5 gjëra krejt të ndryshme, domethënë në kundërshtim me njëra tjetrën, por ndoshta ky lloj liderit i duhet Amerikës, kurse brenda Amerikës ka edhe debate të tjera të cilat thotë që me të vërtetë brenda Washingtonit apo brenda Pentagonit kemi edhe një gladio, të tyre e cila gladio dihet, domethënë që është strukturë paralele të shteteve, domethënë në shtetet e anëtare të bashkimit të të NATO-s, dhe me të vërtetë e kemi ashtu, por nëse e shohim për shembull sistemin amerikan, tashmë lufta është se këtë luftë po jetojmë ne, por strategjia amerikane që në vitet, domethënë që pas luftës së dytë botërore, pas formimit të NATO-s, e cila me çdo strategjitë e saj ka arritur të shkojnë e priore, pra të jetë e para në të gjitha aspektet. Për shembull, kundra NATO-s u bë dhe Varshava, Pakti i Varshavës, ajo u eliminua. Kundra NATO-s dhe Amerikës ishte gjithë Bashkimi Sovjetik, Jugoslavia, Kina, Amerika Jugore, të gjitha. Pra të gjitha ato Amerika arriti, pra me plane afatshkutra dhe afatgjate i arriti të jetë e para mbi të gjitha. Pra në këtë aspekt Amerika ka strategjinë, kurse vendet tjera, ajo që është për të qenë hegemone, është Amerika, dhe këtë po e tregon Amerika, sepse ne pritshim një botë multipolare, nëse ju kujtohet, domethënë dhe vitin e kaluar debatoshim që do të kemi domethënë një botë ku biles edhe Turqia do të jetë një ndër vendet kryesore të botës, por më sa duket Amerika këtë po ja lën askujt. Unë jam i vetëm dhe të gjithë ju jeni poshtë meje. Pra kemi një strategji shumë të ngatruar, e cila me sa duket projektet afatmesme dhe afatgjatë të Amerikës po ecin hap pas hapi, kurse të tjerëve dikush mundohet për të mbrojtur, për të qenë domethënë ende si shtet, pra siç kemi në shumë vende të botës, ose si regjime për shembull, por Amerika ka strategjinë dhe ka planin A, B, C, e cila në Iran duket që ka, si i themi shqipi, ka hasur sharra në gosht, por gjithsesi prapë vetëm se mund të marrin kohë më shumë ose mund të ketë një faturë më të madhe, por përsëri ajo nuk do të ketë një sprapje të sistemit apo të prioriteteve të saj.